vendlindja është nuk ndrohet, nuk paguhet. Unë atje me jetuan, ka më kallë adhetarët e me, së një kom përballu. Pa normal, se ti këtë nishti, pa të mytët vlave, pa të mytët ajtit, edhe vetin e rrezikona, kanë vujtë këta. Gjatë luftës kanë vujtë shumë, po shqe që Zotit e fitun edhe këtë liri. Sa e ki të vështirë pas çlirimit Kosovës me jetu ende në Gërbet? Unë, që shme thosë, sikur na me zërë jetoj atje, jam shumë i përmallshëm për vendlindje, tash jam 33 vjetë në Gjermani. Përshëndetje për të gjithë miqtë e min nga unë Eliona. Jemi sot në fshatin Divjak të komunës së Lipianit. Saktësisht jemi ardhur në bjeshkët e Berishës. Gjithashtu në këtë vend ku jemi tani, kanë qëndruar ushtria çlirimtare e Kosovës në objektet mbrapa ku shihen të rënuara, e gjithashtu edhe 75.000 civil, gra, fëmijë e pleq. E janë bashkë mua që ta takojmë Fazli dhe Miftar Zogaj të këtij vendi, banor të këtij vendi, me të cilën do të na tregojnë krejt rrjedhojën e gjatë luftës. Mirdita Agja Miftar. O, mirdita edhe për juve. Qysh jeni? Që mirë, ha. Qysh po kaloni? Po mirë, se në katon, në bjeshk. A u lodhet, qysh jeni? Qysh po kaloni mirë? Mirë. Po më vjen mirë. A jemi mirë? Si? Qysh po kaloni mirë? Mirë, po kalon. Tregona se jena ardhur domethënë me një vend shumë të veçantë. Cila është e veçanta e këtij vendi? Kjo e veçanta e këtij vendi, jo mos pori si natyrë bjeshkës, i ka të meritat e veta, fantazi është. Këtu ako dhe fshat i luftës në atë kohë, kanë jenë shtërhu shumë për kalmosit. Tash qanin akon kuzhina e ushtrisë, këtu akon ushtria kanë jetu këtu, u dhe poshtë kanë posë armatimin, magazina, po të tahire. Për cila vene kryesisht jo në ardhë njerëzit më srehu këto? Vallaj, ma shumë të pi lugit për Drenicës, Skenderajt, kënina Magurës, gati ma shumë. Fazlia edhe ma detajlisht, se akon kësajt, unë im konë në përëndim, kanë vujtë këta, gjatë luftës kanë vujtë shumë, po shqe që Zotit e fitun edhe këtë liri, inshallah e gëzojnë. Aty në shka e ndra dëshmorë, i shprej në ngushëllimet tonë familjes, edhe veteranëve, edhe me falendru për kontributin që në kanë jopën dhe i thejnë tash. Jo, gjatë luftës nuk jeni kanë këto? Jo, gjatë luftës familja ka, po thmija me ka, thmija me në ka, shoqe, po, baba. Qyshe keni përjetu ju luftët, edhe pse nuk keni kanë këto, keni pas familjarë, pra gruan, fëmin, vllazën e krejt familjarë që keni pas këto, qyshe shifni prej atje ku jeni kanë? Atje, me të kaldu drejtën, tash kam edhe emocione, se çdo lajm të përcjellen 5 minuta nështë nuk ka duk shumë pa pauzë, ako shumë një rast i randë, kurse të siesh, veç një lajmet, shka pandodhë të pandodhen, vetëm shumë ranë është tash, jenë Gërbet, së në financen. Unë bili bajsha ka telefonata me ardhë, po a i vlave dhe ki jeni në vynë veç parës, dhe ki se kena bëllë kësi 3 djemë kontribusi dojnë me hijen në shtri, po financimin në vynë. A u kanë për juve pak e sfidueshme për shembull për me ju çu pare, me ju ndihmu financiarisht familjes tënde, edhe qysh u kanë pjesa kur e keni përjetu ju emocionalisht keq, edhe s'keni mujt me bë kurrë për me ardhë këto? Po. Edhe ka financimi normal, po do me thonë diqysh na u duhet me hin luftë, edhe me gjithë zemër, kom qitë kontribus i 3% që të atërë thëshin, kom kontribuan, edhe sot po një ka herë adin një përmenën kina kontribu, po nuk përmenën, edhe ki kontribu për familje tonë, për vend tonin, edhe du të më pëshirë këtë imë, që të një oni normal, ka kush i falendërën për shambull, a i ka jo për falendërët të tërkushë, se jo e vetë me falendëru. Sa u kam edhe e vështirë për me folë në telefona me familjarë prej Gjermanisë për shembull dhe zona këto ku janë kanë. Sa kanë e vështirë? A ka shumë e vështirë, vetëm që
kom komuniku ka herë me një telefon satelitor, të shtri se kanë pasën. Po, edhe ato veç që ka I minut veç me ditë me morë vesh, ku janë e qësh janë për mes vllavit. A më nëshme na të regu pak qysh sa pjesari në kanë të QK-s këtu që kanë jetu në këtë shtëpi? A, sa pjestar që fazia të regon kërë se kjo ka jetu këtu definitivisht me ta drejt për drejti. A gja Fazili të regon a sa pjestar të QK-s kanë marrë pjesë këto, edhe qysh e shefti masive që ka jetu në këtë fshat, qysh e shefti jetën qysh e kanë bo ata? Po këta në atë kohën 97, 98, 99, këtu akohen që kanë flet, kanë pushu, armatim ka pas poshtë, kanë bon rrimet, kanë pasu armet, këtë pjesën këneje kanë pasën kuzhinën që kanë zi, pura bukët që tu kanë. Edhe në këtë shtëpia kanë fletën ushtarë, po shifën e ushtarën nuk moj me ditë se ka pasën pitana onëve të Kosovës të. Po e di që ka pas shumë. Ka pas shumë, kanë ardhën të zonës Drenicës, kanë ardhën të zonës Klapit, kanë pas të që janë ardhën këtu kanë folë me shtabin e përgjesëm, kanë komuniku, kanë pushu. Po a ka në i rast specifik kur njani ka ra pra dëshmore dhe nuk u këthima këto, qysh e keni përjetu jo? Shumë janë aty premtime trauma ku kena marrë vesh, se kena pasë spitalin aty që kena bo operacion, ka pasë këtë shtëpia me plagosën kitonës, aty rast janë shumë trauma ku na kanë shku ushtarët. Të regama në i rast specifik që ju e keni, kur e keni marrë vesh, qysh u ka në ajo ndjenjë? Ose kush ju ka të regu, qysh ju ka të regu? Në kanë të regu se me radiolidhe këtu. Me radiolidhe, aty janë rase shumë trauma, janë shumë dyqysh në vëmshën se tani ku vishin ata që vishin familje, avrani, ushtarani, t'i shkana, shumë e nishme vetën shumë kesë. Po shqyqër Zotit ka pas djemë të mirë, ka pas ushtarë të mirë që kanë dhënë kontribut për këtë vend, që na e gëzojnë. Avrani ushtarë, në basë të një ku e kanë të heke, kanë brunë këto me me që është haloj këtu, ku e kanë kësë mirë këtu, dhe që kanë aty vjenë aty vdekje, sa vëllëtën. E shumë janë prejentime tonë, aty së një përshkruj, qashtë tona që janë. Qashtë ronda që janë. Qashtë tona. Qa u kam që pjesa poshtë edhe njerë që tha e kanë bo pjesën armatimit apo? Këtu e ka pas morë Tahir Sineoni, komandant Tahir Sineoni, të projekt i Shqipnis, Tahir Sineoni. Këtu e ka pas dhe armatim poshtë. Këtu e ka pasë në ushtarë që janë në ardhen njësi speciale shtabit përgjithshëm, kanë ushtru, kanë pastu armë, kanë shku tani në për pika tjera në për fronta, kanë pushu. A gja Fazili, a mujna me shku me pa prej afer veni se qysh duket sot? Hajde, edhe duket besoj edhe prej jashtit po e shije që është krejt objekti rënum. Një rënum, vëlla, qashtë, s'kena investu më kur gjo, ma së të këtnena. Pse s'kene investu, a ju kanë dimu edhe shteti për shambull, a keni pas në herë për kraje për shtetit për me riprojektu këtë objekt? Po e kanë bon të fa projekte, po zakonisht që sa vite u bon, dikon 12 vite, mos ka li vit kur gjo. Asë unë investojnë na, po asë ata. A mujna me hy pak brenda me po? Hene veshruj se po përzuhi, se është kjo ka qenë kulla ushtarëve, njësi specialit, shtabit përgjithshëm që kanë qëndru këtu. Edhe kanë pushu, po edhe i kanë pastu armët. Ndë ta ka edhe Tahir Sineoni, komandant Tahir Sineoni, po çdo komandant e QK-s në këtë vend ka qenë këtu. Se së një ceki me emën krejt. Ka qenë edhe Ajvaz Berisha, këtë kullë që sot jetën aj. Ka pas edhe shumë tjerë, djemë 3 ushtare komandanta në këtë vend. Për ndryshe, Tahir Sineoni, kjo është kulla e Tahir Sineonit. A gja miftar të regam këto shpia, në emër të kujt janë kanë? Po, na jena 5 vlazën, në emën të babësa, baba Quti Drizoga, i Rahmetlia, ka shkuën. Baba ka jetu këtu gjatë luftës, edhe vlavi jam i ndjeri, Agim Zogaj, komandant Morisi, këtu ai me të tanë komandantët që ka organizu gjatë luftës. Ta shonë me emën, mojë me përmen, po së është nevoja veç kryesorja, me atë vlavin Rahmetlin Agimin. Dhe më thamë kjo shpije u ka në emër të vlavit tonë Agim Zogaj. Po, bravo. Bash shpija trulli i Rahmetlis Agim Zogaj.
na jena 4 vllazë, na jena jetojnë në Gërbet. Ai këtu me ushtrije, me civile, me kreqje, ka jetu këtu, ka A kontribuar. mëna me pa pak edhe pjesën poshtë ku e kanë bo armatimin, që na tregoj pak më herët edhe Po, Agja Fazli. se unë jam me informu këtë si pas prindve, Po. edhe vllavit, poshtën akon plot e mushtën armatim, të llojit e armëve, edhe A ka mbetë diçka ende prej atëherët? jo, edhe ato që kanë pështuën, janë konë jo më funksion. Da armatime, tani ka pas edhe plus anena logistikë mille, të akon pjesë e armatimit, nëna nalt kanë flejt, organizimet të ushtrisë, qysh me thot, trajnimet e tyne që kanë bëksajt në për këto terene. Kallëzon pak se ti ke marrë vesh përmes që keni pas lidhjet prej jashtit këto, që kanë përjetu ata pak a shumë frikën, natën, kur kanë flejt me atë frikën që po ndodhë diçka. Frika kon shumë e rëndë, ka kur kom komuniku me një motër, aja jetoj ke në Kërëtic, nalt, e ato një ke krejt granatimi për mes telefonit. Edhe granatimi gjithë kore ka fillu në Serbia, ka fillu gjithë premten mas dite, se dhe më thonë shtetet krejt janë pushime, aja ju premtoj ke që anë pushim ka, po anë pushimin aja nuk e respektoj ke, edhe të premten mas dite nuk e nalke granatimin. Dhe më thonë, ato zdi që është me thonë një përjetim shumë tronë, shumë të shtira, apo apështa dikosha. A shmotra jote ende gjallë? Po, qallë. Do më thonë edhe ajo e përjeton në një pjesë shumë të rëndë. Po, krejt, ta kanë përjetu një pjesë të rëndë të luftës me gjallarët, fëmija me gjallarëve, tonë këto shkaj, tani kanë orë këtë këtu e në strehuan se shpijet ju kallën poshtë. Po, tregom diçka që ka kanë betë kujtim mes krejt historisë të luftës, që ka kanë betë diçka kujtim prej asaj koha. Unë kujtimin më të madhë pe asaj nate, kur i kam shu natë, jem ka në rrugë të ardhën pe Berlini për Minhen, e ato se di që shku mujtë me mrënjen, pe asaj atmosferës, gëzimit që isha olla pashlirohen, po gjatë kohës fulle edhe pak me një dojnë Prishtinë, e tani ajo mbefasoj ka gjashëm. Ajo tha gëzim edhe një pse, tash po thëtë Serbia që juve tash ai po më garnata nata, unë e një të juve. Që ju është, tash po Allah që të përdat. Edhe goti që është ndodhe, që ato janë momentet nata kër kam shu, edhe telefonata me dajnë hande, i në kovësit ka jetu në Prishtinë Rametlia. Sa e ki të vështirë pas çlirimit Kosovës me jetu ende në Gërbet? Unë, që shme thosë, sikur na me zërë jetoj atje, jam shumë i përmallshëm për vendlindje, A të ka shku në erë menja më u këthin Kosovë me jetu? Po zakonisht, po u hapë familja madhe, i kam 6 vajza, edhe një ditë, veç jam i përgaditën që më këthuj. Më këthy me jetu në fshatin tonë, vendlindjen tone. Po qofmi që je i emocionum, Agja Miftar. Po, Vendlindja është nuk nërohet, nuk pagohet me kur gjatë jetën. 39 vite. 5 vite kom jetuar në Kroaci, atë kom punu nishtë në armatën Jugoslave. Tani odhez lufta, kur odhez lufta për atyshit, erdha këtë një vetë dhe apet të deterova se së në bëjetuma. Ka qarkullojshe të farë punktet policore të Serbisë. Po. Denim ato edhe dikur i thash vetit ik, edhe ika. Tash jam 33 vjet në Gjermani. Ato jetaj, mina. Po, nisan dumi me e di që sot për sot e kemi lirin, edhe mundeni me ardhë, me shku, me jetu, edhe pse jo me u këthy në Kosovë me kalu pensionin këto. Po, tjetër. Pa tjetër. Po, nështë do të vime edhe para pensionit. Po nuk i dihet pse jo. Po, qështë.
Patjetër. Jeta për juve, për pararësit tonë, se na jemi gjenerate re dhe nuk e kemi përjetu luftën, nuk e dim ç'është është konë, po që përmes kujtimeve t'juja edhe na i përjetojna emocionalisht. Përmes prindve, përmes neve, edhe ju pyetni na, ju informojmë këtë jeta që shakon e sakta. A ka ndonjë rast specifik kur e ka humbi jetën një familjar i juje edhe ju jeni konë në gurbet? Po, ka raste shumë specifike, edhe ato na kanë bëhen edhe ma trona, edhe ma të shtira që vetë me kolegët me që i kena hyp kjerët edhe jena nisa. Qa që, po, kur jena nisën gjatë rrugës, s'kena kalu shumë mas 3-4 kilometra, kena bo ndeshje në ravin me makinë, edhe dështoj tani nisja që kena dash me orë për Kosovë. E pse u konë ajo pjesa ku ja kanë bo ende ma tronë se që është konë? Po. Pse e kanë bo këtë sen? Për... Kur ju kanë tregu për shembull që po thu se na e kanë bo ende ma tronë? A, po, normal, se ti këtë nishti po të mytët vlave, po të mytët ajtit, mo, edhe vetin e rrezikon, Unë mos së në këmbohëm, absolut së në këmut me najtë. Pa mo parasysh me çfarë forcë më i minimu vendindjes sa me fëmijët mi. Unë atje me jetuen, kam më kollë adhëtarët e me, së një kom përballu. Po që, ke ajfa rasti, tani mo, po mirë, kena kontribuën financiarisht, as pa bje biseda këtu përmes juveve që unë nuk i dëshiroj ata njerëz që i përmenin këtu që kanë kontribu. Kontribu të kena obligim, çdo njoni do të minimu familjes, vllavit, motrës, dojes, nipit, përgjithësia, krejt janë, edhe kujshiset tonëva. Krejt jemi të afër. Qash, krejt jemi të afër. Xhami Ftara, vazhdojmë pak edhe te pjesa e kuzhinës ku janë shërby edhe pjesëtar të UÇK-s, po të njëjtën kohë në këtë vend pra janë kanë edhe 75.000 civil që kanë jetu këto. Po, qartë. Do të thonë krejt këto e kanë pas një kuzhinë përbashkë. Po krejt këtu, unë jam i informuar përmes këtij djalit migjës, normal, po pi baba se kom pas edhe shoqin këtu, dhe në ofenzivën Grykalla Pushniki ku shpartallu, tani unë nuk desha me marrë fëmin atje në Gjermani pa edhe fëmin e vllaznin, dikur ata ai vllavi madh, ai Rahmetlia Agimi, komandant Morrizi, tha ju, tha ju. Unë jam me betum këto, tha, me fëmijët me tha me vdek edhe u kry puna. Ti ndash me morë të merë. Tani baba tha, hismi tha një por, tha se pa kam problem, tha për me strehuan. Okej, thash baba, thash, ani thash për të regit met. Tani baba mi ka pronë të vdina në Austria, qështa, me shumë sakrifica. Pra, e përmenat edhe majret se edhe qeveria Kurti, që është tash, ka qenë edhe Albin Kurti këto. Në këtë vend këtë, Albin Kurti ka qëndru me arë me basin Adem Demoqin qitëve. Për me bisedu në shtabë përgjithshëm, edhe akon dhe Bujar Dugurli me tonë. Sot kryeministri i Kosovës. Për këto ushtet janë orë kanë pushu, ju kena qitë qaj, ka nejt një ku, dhe janë shkuën që e shpija në ku përshijet për këto ushtet. Po mundet edhe Kamira me bo fokus krejt shpina që ato akon shtovi i përgjithshëm që kanë nejten, po zakonisht të kanë orë kanë pushu një herë, kanë qëndru këtë, pas taj kanë bisedu aty, që kanë pas aty takimet e tyre. A u kanë më Albin Kurti këto? Jo, heq mos farë. Nuk u kanë asë njerë? Ja, si herë. Nuk akon. Edhe din mirë kur akon, me sfar dote akon të bini këtu, po jo. Unë je keq, qaj njeri qështë sa akon të i tash këtu. Kush tjetër prej politikanëve sot që kanë qëndru këtu, kanë ardhë? Do me thonë për kryeministët, vetëm Isë Mustafa që nuk akon këtë vend, se kush a orë në pushtetë Kosovë kryeministët, këtu e akon, gjatë luftës. Krejt janë akon? Krejt që janë akon kryeministët. Pera mushët e mos losëm Hashimi, ajtjetë, viskejt. Për jashtë në Isë Mustafës, nuk më kujtuat që akon këtë vend. E këta tjerë po. Këta janë akon. Këtë vend, këtë shaturin janë akon. Fatmir Limaj, me sa e dim, a ka qëndru këtu aj? Po, në brigadë 121 akon, për ndy që ka pas edhe familjen këtu, kanë qëndru edhe Shabadrauga, këtë vend ka punu,
Do më thonë fatmirëlime bashkë me familjen e vetë. Çdo komandant i UÇK-s, PPD-jeve, këtë Kosovës këtu janë kanë këtë vend. Këtë akon furra e bukës, që kanë pjek bukë. Këtu e kena pasën, ku janë orë ushtria, që kanë bërë ushtrime, janë orë kanë hangër bukë. Këtë dhumën këton po shihet e dhumën aton. Knejna janë kofurra gjitë që kanë përgoditur edhe kanë zi. Peçi tushit e kena bëhen, edhe gjellnat e kena çuna për pika, po edhe bukën e kena marrë pikë tushit e kena pasën në për grykat me ta hersinoni kena caktu, i kena bajtën në zona luftime ku janë kohë ushtarë. Po. Në për pikat luftës. Peçi tushit janë në furnizu. Edhe millin ku nuk kena pas, në ka duhet me shku lat draz në të vene ku kanë pas mili kena marrë. Kena organizuar në gjemë kështu me ushtri bashkë, civilije, kush ka pas nevoj, i kena që janë ladrëse, janë senike, këtë pjesë shenë konë që ju ka pështu në devena mili, e kena tërhik, e kena bërë në konë. A keni pas bukë mjaftueshëm? Jo, sa dëhet jo. Jo se popullat e madhe, dikon mbi 70.000 banori kena pas të. E që keni siguru bukën? Ka mas. Mas shumë të kohën ma funit e kena morën, dikush që ka pas drejt në për hamara që kanë thonë, jena shku e kena tërhik njantën, pa os drejt e kena brun këtë, edhe kena quen e kena pas dëmëlle që kena blu, edhe kena kësy apë këtë e jena ushqipit tine. A e mbajnë me në fëmija tu luft? Kone luftës? Po e mbajnë me, në këta tjerë të ju, se këta luft. E qika po, se qika bili gjde sanë që falë që në ushtorë të dishka, aja viki u kalzej kena për shpia. Mami, gjyshe, që shtë kanë të ushtarë. Edhe në zdo sanë që u vroj këtë dikush në kalzejsh në shpi, aja krejt vike se thmi i vogë, dhe duishin me ton, aja edhe i në qizojke. Këtë anë të shpija shkej krej u kalzejke. Bili ka heru be fasejsh në shëtë, qybe, kush ju kalzej juve? Një dhe qika. Po, qa me bon, jetë aksi. So e shqeqer për zotit jena klirë, e gëzojmë qatë këtë vanë. Shala dhe zotit në përcëritin më këtë sene, këtë lufta se të merra kom për popullat. Të merra. Jeta të hershme u kanë shumë e vështirë për ju edhe sot e gëzoni ju bashkë me neve. Shumë e gëzoni, tani kena bajt plagosën shumë me në gjimtyrë të prejnë. Nuk në i zonë ke veni, për këtu shtë i bajshmi me trakteri që ishme një javore, më të sati ato shtë i transferu mi qitë dhe për Macedonia, dhe për Shqipnives. Sa keni pas këtë pjesë? Shumë e shtive. Sa keni pas, dhe më thonë, të fështirë këtë pjesën kur është dash me kalu një kufi, ose kur janë kanë pjesë ushtarë të Serbisë na për rrugët që ja u kanë bloku. Sa kanë e fështirë me kalu aty? Unë më kujtohet një rast i kena qonë deri, i kena pas maru dhe falesët plagosën, me ka dytume për i kapshin ka 4 vetë. Po zakonisht do kemi organizu 6 ose 8 ose 10 vetë, se dikush ka i kemi me trakteri qeshëm, po dikon dhe pika zgudzeshmi. Ndryve Saralejës më kujtohet një vend i kanë pashtru dhe qebe. Asfaltin me ka përcy për mos me ditë shkit, që kemë depërtu në ato mos milion tragjet. Po. Që ja ku kuha me e shtirë. Ta në edhe kënejna neshin ka rrushi më të satë javure, edhe në aton kena depërtu. Po në zakonisht anena nuk më kanë leon, se ushtarë gjithë bërë nuk kanë të mund këtë. Nuk më kanë leon me dorë të i këtë, dhe atje që është më tani marshin ata i depërteshin me dure, me asire. Se nuk në i zonë për vendit, qatë shumë që kena pas të jagosën. Por afërsisht sa mundet me kanë në shifër e tynëve? Por afërsisht? Ja, nuk më kujtuar, baba, se bukër shumë ka pas. Ka pas dhe civili, të jagosën. Jo veç është edhe civili kina pas shumë. Këtu kanë qëndru 75.000 persona civil. civil. Për 70 diçka mi janë, po. Që kanë qëndru kënej. Mbi 70 diçka mi janë, po. Ka që kishtë nga ky materiali përgatitur këtu në fshatin Divjak, saktësisht nga banorët Zogaj, të cilët na treguan edhe na shtjelluan shumë informata edhe shumë rrëfime të ndryshme sa i përket kohës së luftës, në vendin pra këtu ku ka qëndruar ushtria qlirimtare e Kosovës e shumë persona civil.